Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikues, ja kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve shpjegimi I 40 hadith të Imam Nevojut. Me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj, mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirësevgjetë. Hoxhë nderuar, sot të flasim për një hadith shumë madhështor që ka të bëjë me faljen e Zotit, pra me mëshirën e Zotit ndaj robërve të Tij. Përmendim tekstin e hadithit dhe më pas fillojmë me shpjegimin e tij inshallah. Hadithin e sotëm transmeton Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu pra ka thënë, o bire Ademit, o njeri, përderisa ti ke shpresë tek unë dhe kërkon faljen time, unë do të fal çfarëdo që të bësh, e s'dua t'ja di për gjunat që ti bën. O bire Ademit, nëse gjunat e tua arrin kupën e qiellit, e më pas ti mua më kërkon falje, unë do të fal ty, e s'dua t'ja di për atë që ke bërë. O bire Ademit, pra o njeri, nëse ti më takon ditën e Kiametit dhe ke bërë gjuna aq sa peshon bota, por më ke takuar duke mos më bërë shok, pra duke mos më bërë rival, ortak, unë do t'jap ty sa peshon gjithë bota falje dhe mëshirë. Është me të vërtet hadith madhështor, sepse tregon se mëshira e Zotit dhe falja e Tij nuk ka kufi. Ashtu si vetë Zoti nuk ka kufi, edhe mëshira e Tij dhe falja e Tij dhe atributet e Tij dhe cilësitë e Tij nuk kanë kufi. Hoxhë nderuar, e bukur e hadithit se thot ja Ibn Adam, pra e fillon o biri Ademit. Pse pikërisht fillon ky hadith kutsi me këtë fjalë dhe nuk thot o njerëz, siç vijnë disa hadithe tjera? Faktikisht ka shumë ajete, janë me 10 ajetet kuranore që Zoti u drejtohet njerëzve, ja beni Adem, ibn Adem. E pejgamberi sa shumë raste ka treguar dhe raste tjera që Zoti na drejtohet ibn Adem, o biri Ademit. Biri Ademit o njeri. Ne I dedikohemi babait të parë Ademit alayhi salatu wassalam, sepse ne muslimanët jemi tek teoria e krijimit, kreacionit dhe tek teoria e evolucionit dhe selektimit natyror apo evolucionit. Sepse ne besojmë se Zoti I Madh është ai I cili krijoi këtë botë, këtë univers në cilin ne jetojmë, Zoti është ai I cili krijoi tokën, Zoti është ai I cili e bëri tokën të përshtatshme për jetesë dhe Zoti është ai I cili krijoi njeriu. Allahu është krijuesi I njeriu dhe nga ai krijoi bashkëshortën e Tij dhe prej tyre bashkë rodhi gjithë njerëzimin me gjitha racat, me gjitha ngjyrat, me gjitha le të themi që çfarë ekziston sot e kanë burimin nga dy prindër, Ademi alayhi salatu wasalam dhe nëna e njerëzimit Havaja, bekimet e Zotit qofshin mbi të. Kështu që ne muslimanët të e besojmë, sepse nuk ka asnjë logjik, nuk ka asnjë argument shkencor, nuk ka asnjë lloj arsyeje që mund të funksionojë që njeriu të ketë ardhur nga kafshët dhe të jetë le të themi produkt I një evolimi I cili çuditërisht ka mbetur tek njeriu dhe nuk ka vazhduar më tutje, I cili nuk ka asnjë lloj argumentimi, le të themi për shkëputjen nga klasa në klasë dhe që le të themi fosilet e gjetura vërtetojnë krejt kundërtën. Pra fosilet e gjetura të një milingone apo të një blete apo ku e diun para miliona vjetësh është e njëjta, siç është sot thjesht është fosile guri, po kështu edhe kockat e gjetura janë të njëjtat siç është njeriu I sotëm, pavarësisht se dimensionet e tij mund të kenë ndryshuar. Pra është I njëjti njeriu, është e njëjta strukturë, por domethënë nuk ka asnjë lloj argumenti. Por unë besoj dhe ne muslimanët besojmë se teoria e evolucionit dhe selektimit natyror nuk ka qenë gjë tjetër vetëm se një teori për të vrarë Zotin. Pra Zoti si do të besohej, si mund ta vrisnin thojza, si mund ta vrisnin Zotin nga njerëzit. Universi do I çonte njerëzit tek Zoti. Than është forca e tërheqjes dhe shpërtimi I madh. Bota le të themi bota shtazore, njeriu do t'i çojë njerëzit patjetër tek Zoti. Than evolucioni dhe selektimi natyror. Po kështu edhe bota bimore, bota le të themi jeta se si ka funksionuar, than është bërë, domethënë relativisht dal nga dal është me shkaqe natyrore. Po mirë, kafshët kanë le të themi sjellje të caktuar, është instinkt natyror. Jeta I ka bërë përshtatshmëria me jetesën e tjerë, pra u munduan në çdo lloj mënyre ta mohojnë Zotin. E gjithë kjo faktikisht ka një arsyetim fetar, sepse dikur, le të themi në Evropë,
feja dhe besimi ishte bërë shkak që njerëzit le të themi t'i robëroheshin perandorëve dhe mbretërve në emër të fesë. Pra shihej mbreti si një nga le të themi zgjatimet e Zotit në tokë, sepse bekohej kur ai bëhej mbret, e si pasojë ai ishte i pathyeshëm, i pakontestueshëm dhe gjykimet e tij dhe ligjet e tij ishin të pakontestueshme. Për këtë arsye lindi dhe nevoja për një revolucion mbar le të themi popullor. Këtu lindi edhe revolucioni le të themi francez, domethënë fryma iluminatit që njerëzit orientohen tek fryma e iluminizmit pra që njerëzit orientohen tek dia, tek shkenca kështu me radhë dhe doli si le të themi si një kundërpeshë, e si pasojë pastaj bota ja pa hajrin deri në ekstrem kësaj gjëje që është edhe komunizmi pjellë e kësaj gjëje, domethënë. Mirë po mbeten disa gjëra të kësaj fryme, pavarësisht se pati pozitivitetin e vet, për sa i përket zhvillimit shkencës etj, pati atë le të themi pjesën e mirë, po pati edhe pjesën tjetër negative që ishte mohimi i Zotit dhe mohimi i çdo gjëje që ka ardhur nga Zoti në emër të disave që deri dje kishin marrë peng Zotin dhe fenë dhe besimin dhe flisnin sikur të ishin ata Zotin tokë. Mirë po, pjesë e kësaj gjë ka qenë le të themi edhe kjo, pra tentativa e tyre, si më thon, dëshira e tyre, mundimi i tyre për të mohuar këtë të vërtetë. Po faktikisht, domethënë, ai që merret me shkencë dhe studion trupin e njerëzit dhe studion njeriu, qelizat në trupin e njeriu, është e pamundur që të kemi të bëjmë këtu me le të themi me evolim apo të kemi të bëjmë me diçka që ka ndodhur kështu natyrshëm me kalimin e kohës dhe dolëm në këtë përfundim. Pra le të themi argumenti më i fortë i kësaj është pse ndaloi evolimi këtu. Nuk kanë përgjigje, po normalisht nuk është momenti për të ndalë këtu. Pra ne muslimanët besojmë se kemi ardhur nga Ademi alayhis salam, muslimanët besojnë edhe të gjithë pasuesit e feve të tjera kanë këtë besim, sepse të gjithë besojmë se kemi ardhur nga Ademi dhe Havaja apo Adami dhe Eva. Megjithatë, Hoxhë ka një ndryshim midis teorisë e evolucionit që e prodhoi Darwini dhe evolimit. Pra evolim atë që hadithi përmend Ademin. Profeti alayhis salam e përmend që Ademi ishte më i gjatë dhe jetonte më shumë në kohë se sa jetojnë njerëzit sot. Pra, a e pranon Islami këtë lloj evolimi ose këtë lloj ndryshimi të ciklit fizik të trupit njeriu dhe të ciklit jetësor? Absolutisht, Islami e pranon sepse është përmendur në hadithet e Profetit alayhis salam dhe është e padiskutueshme. Mirë po, termi evolim, termi më mirë është mos përdoret. Ndryshim, me kalimin e kohës, Zoti i Madh e ka përcaktuar të tillë. Pra, Zoti i Madh ka koduar njeriu që ai të pësojë ndryshimet e duhura le të themi në përshtatshmëri me jetën, përshtatshmëri me kohët që ndryshojnë kështu me radhë. Pra është prej Zotit kjo punë, dhe nuk është diçka që njeriu përshtatet vetvetiu. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra është prej Zotit, e koduar prej Zotit, e menaxhuar prej Zotit, dhe nuk është kjo evolim që trupi i njeriu të fillon tani dhe përshtatet, zvoglohet apo ulet në moshë apo s'ka lidhje. Hym ke pjesa e hadithit. Profeti alayhis salam pra thotë që Zoti thotë, nëse njeriu shpreson që Allahu do t'i falë mëkatet, Allahu do t'i falë mëkatet. Kjo sikur Allahu dëshiron që njerëzit të krijojnë bindjen që vetëm Zoti i fal mëkatet dhe mëkatet e tyre nuk mund t'i falë njerëzit, nuk mund t'i falë asgjë tjetër, por çfarë kushtesh ka falja e mëkateve? Atëherë ne në Islam besojmë se Zoti adhurohet me dashuri, adhurohet me shpresë dhe adhurohet me frikë. Pra duhet të jenë të treja këto të koordinuara. Adhurimi i Zotit vetëm me shpresë mund ta çojë njeriu, domethënë deri në shmangjet veprave, adhurimi i Zotit vetëm me mëshirë mund ta çojë njeriu deri në ftohje nga veprat, adhurimi i Zotit me frikë mund ta çojë njeriu deri në mbyllje dhe në fobi. Atëherë në momentin që koordinohen të gjitha bashkë, dashuria për Allahun e nxit njeriu për të bërë vepra të mira, sepse ai që do dikë mundohet të bëjë çdo gjë që e kënaq atë që e don, pra në rastin ton Zotin e gjithësisë. Adhurimi i Zotit duke besuar tek mëshira e Tij. Kjo e bën besimtarin që asnjëherë mos i humbi shpresat nga Zoti. Adhurimi i Zotit me frikë, kjo e bën besimtarin që të jetë i kujdesshëm, kujdes se nuk bën, sepse me të vërtetë i duke kaluar atë kufirin, cakun që Zoti ka përcaktuar për njeriu. Kështu që në momentin që koordinohen dashuria, le të themi mëshira, shpresa, frika ndaj Zotit, atëherë del kombinimi i duhur i besimtarit vërtet. Mbajtja një krahu e çon njeriu në ekstrem.
bashkimi të gjithave bashkë e çon njeriu në vepra edhe në punë. Mirë po, njeriu në natyrën e tij është gabimtar, njeriu në natyrën e tij është fajtor, njeriu në natyrën e tij ka problematika, le të themi. E Zoti i Madh po na tregon nëpërmjet këtij hadithi, po edhe nëpërmjet ajeteve kuranore, se mëshira e tij dhe falja e tij nuk kanë kufi. Pra, gjunahet tona, sa do të mëdha të jenë, Zoti është më i madh, mëshira e tij është më e madhe, falja e tij është më e madhe, dashuria e tij për ne është më e madhe. Atë çfarë duhet të bëjmë? Mos e humb shpresën. Innahu la ya'su min rauhillahi illa al-qawmul kafirun. Nuk i humb shpresat nga Zoti dhe mëshira e tij vetëm se ai që është jo besimtar. Pra është e pamundur për njëri që e beson Zotin me madhështinë e tij, me atributet e tij dhe me cilësitë e tij, të besojë se Zoti s'mund ta falë. S'ndodh kurrë. Për këtë arsye në hadithin tjetër tha, kur njeriu tha bën një mëkat, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, kur njeriu bën një mëkat dhe thotë o Zot, unë e bëra. Po e di që s'kam Zot tjetër kujt mund t'i drejtohem përveç teje. M'fal. Dhe Zoti në atë moment flet dhe thotë kam falur robim. Po tha nëse përsërit për herë dytë, prap një të gjë. Po nëse për herë treta, prap një të gjë. Po nëse për herë katërt, thotë Zoti, o robim, përderisa ti shprehesh në këtë mënyrë, bëj çfarë të duar se kam për të fal. Ose ajeti kuranor ku i madhi Zot tha, o robët e mi, o njerëz pra, ju që keni bërë mëkate aq shumë sa që keni tejkaluar gjitha caqet, mos e humbni shpresën nga mëshira e Zotit. Se Zoti i fal të gjitha gjunat. Pra nuk ka mëkat, nuk ka gjuna që Zoti i madh nuk e fal. Mjafton që ti ta marrësh shpresën nga Zoti dhe thot në hadith këtu stagferteni. Pra me i kërku falje Zotit. Për këtë arsye kanë thënë dietarët e Islamit, dhe kjo është shumë interesante dhe e bukur, shpresa në Zot thon, shpresa tek Zoti është tre llojesh. Shpresa në Zot që ta besosh, pra shpresën Zot duhet besosh se Allahu është i mëshirshëm dhe këtë nuk e mohon dot. Allahu është falës dhe këtë nuk e mohon dot. Allahu na do dhe këtë nuk e mohon dot. Kjo është aja e shpresës. E dyta, shpresa në Zot duke bërë vepra të mira. Në momentin që njeriu bën vepra të mira dhe largohet nga haramet, ka të drejtë me pas shpresën në Zot, sepse fundi e fundit ç'është shpresa? Shpresa është që ti të dëshirosh premtimin për një vepër të caktuar. Pra ti ke shpresë, pra ti dëshiron, beson në premtimin e dhënë. Për këtë arsye quhet shpresë, se ti beson se po të bësh këtë, ai që bën vepra të mira dhe largohet nga haramet, ai ka të drejtë të ketë shpresë tek Zoti i gjithësisë dhe kjo quhet shpresë e saktë. Pra nëse njeriu është vepër mirë, largohet nga haramet dhe ka shpresë, ky është okay. Lloji i dytë i shpresës është të kesh shpresë tek Zoti dhe je gjunafqar, mëkatar. Atëherë, ky që është gjunafqar, a mund të ketë shpresë tek Zoti? Kan thonë po. Kjo është dy llojesh tani, ndahet në dy grupe. E saktë dhe e gabuar. E sakta, nëse bën gjunahe ose nuk je korrekt me urdhëresat, por i kërkon falje Zotit. Kjo quhet shpresë e saktë. Pse? Sepse ti dëshiron atë që Zoti ka premtuar, beson në atë që Zoti ka premtuar që është falja kur i kërkon atij falje. Lloji i tretë i shpresës që është gabim, mos bësh të urdhëruarat apo të bësh të ndaluarat dhe mos i kërkosh falje Zotit dhe të thosh aq se Zoti fal. Zoti na fal, është i mëshirshëm Allahu. Zoti është shumë i mëshirshëm. Ky është gabim. Për këtë arsye, për mrekullive që ka Kurani brenda, se Kurani normalisht ka mira mrekulli brenda, për mrekullive të bukura që ka Kurani është se Zoti i Madh në të njëjtin ajet ka bashkuar dy faktet. Tha i Madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu, thuaj se mëshira ime, domethënë nebi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. O Muhammed, njoftoj robët e mi, njoftoj adhuruesit, njoftoj besimtarët, njoftoj njerëzit se un jam falës dhe shumë i mëshirshëm. Wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim. Por edhe dënimi im, ndëshkimi im është i ashpër. Njerëzit çfarë bëjnë? Janë të prirur, o të këpusin gjysmën e parë të ajetit, thonë Zoti fal dhe mëshiron. O të këpusin gjysmën e dytë të ajetit dhe të mbyllen vete dhe thonë o popos, s'm fal mua Zoti se unë e kam tepruar shumë, e kam përsëriti herë, e kam bërë 2 herë, e kam bërë 10 herë etj. Ndërkohë që ne nuk gjejmë asnjë lloj kufizimi për faljen, për pendimin.
Asnjëherë nuk gjejmë kufizim, nuk është thënë për shembull, kush e bën një mëkat 7 herë nuk ja fal Zoti, ose nuk është thënë askush, kush e bën 10 herë nuk ja fal Zoti, apo nuk është thënë askund që kush e bën 2 herë për herë dytë Zoti s'ta fal, absolutisht. Përkundrazi hadithi që unë përmenda pak më herët, absolutisht ka lënë liri në thojza pendimi që ti mund të pendohesh deri kur, thot derisa nuk ka ardhur shpirti në fyt. Se në atë moment kur njëri e kupton që është duke vdek, aty pastaj ti je tek bota e të kapësh, pa ajo nuk shkon me Zotin kjo lloj loje. Pra njeriu duhet pendohet, duhet kthehet tek Zoti sa është gjallë, të rregulloj punët me Zotin sa është gjallë, po shkoj puna deri aty pastaj. Edhe ky hadith duhet kuptuar gjithashtu kur ne mëkatojmë mes nesh dhe Zotit ton. Se nëse ne mëkatojmë me njerëzit dhe po sta fali njeriu gabimin që ja ke bërë, edhe Zoti nuk ta fal. Përkundrazi ditën e Kiametit do të merren ty sevapet, do të jepen atij tjetrit. E nëse ti nuk ke sevape, pra me veprat mira, mirësi, do të marrësh mëkatet e tjetrit. E rëndësishme ajo që ne s'duhet ta harrojmë kurrë është që ky hadith tregon se Zoti i Madh nuk don prej nesh që ne të kemi merak se Zoti s'na fal. Jo, Zoti fal. Zoti don prej nesh të na hapi derën e shpresës, para optimi, pendohuni. La yehleku ala Allahi illa halik, pra një njeri i cili kupton se Zoti fal dhe mëshiron pa mas, sa herë ti kërkosh falje, pa pas nevojë me bëj një procedurë të caktuar, pa pas nevojë me shku ke hoxha, pa pas nevojë me shku ke muftiu, pas nevojë me shku ke muezini, direkt mes teje dhe Zotit. Vetëm ti dhe Zoti i gjithësisë dhe askush tjetër, kërkoj falje, thot Zoti, wala ubali. Fjala wala ubali, domethënë në gjuhën arabe ka kontekst shumë interesant. Bal në gjuhën arabe i thon qetësisë mendore. E Zoti më ka përdor për këtë thjesht për të treguar që domethënë çdo t'ja di. Wala ubali, pa ta përkthejmë shqip fiks, e s'dua t'ja di për atë që ti ke bërë. Dhe ne kemi për shumë raste nga më interesante nga historia e Islamit, nga historia e njerëzimit. Për shumë kemi rastin e Ebu Sufjanit, le të themi. Sa herë tentoi Ebu Sufjani të vrasi profetin. Lufta e Bedrit shkak ishte ai. Lufta e Uhudit shkaktari ishte ai. Në rastin e Ahzabit ishte ai. Pra në shumë raste Ebu Sufjani del në qendër të vëmendjes. Megjithatë, kur e thash shahadetin, kur u bë musliman, mbaroi historia e Ebu Sufjanit. U mbyll ai kapitull dhe u hap kapitulli i ri. Ose vjen për shembull, le të themi, vjen Khalid ibn al-Walidi tek pejgamberi alayhis salam. Khalid ibn al-Walid s'ka humb asnjë luftë edhe kur ka qenë jo musliman. Edhe i thotë pejgamberi thotë kam një kusht, thotë. Edhe transmetohet e njëjta gjë edhe nga Amr ibn al-Asi, kur ka dash t'i japi besën pejgamberit sa të dy këta kanë vënë kushtat. Cili është kushti jot? Tha dua që Zoti të më falë çka kam bërë më përpara. E pejgamberi sa që ju thotë të dyve, a nuk e din, thotë, të dyve jo ka thënë të njëjtën gjë. A nuk e din ti që njeriu kur bëhet musliman, Zoti ja fal çfarë ka bërë më përpara? A nuk e din ti se njeriu kur pendohet, Zoti ja fal atë që ka bërë? Pra, futja në Islam t'i fshin të gjitha, por edhe pendimi t'i fshin të gjitha. Kjo është mëshira e Zotit. Për këtë arsye Allahu në Kur'an e ka quajtur thon veten e tij Ghafir, Ghafur dhe Ghaffar. Ghafir falës, Ghafur falës i madh, Ghaffar falës jashtëmase. Njeriu quhet dhalim, dhalum, dhallam. Shiftani. Po ti shohësh në temin e peshorën morfologjike arabe kanë të njëjtën peshore. Dhalim, Ghafir, dhalum, Ghafur, dhallam, Ghaffar. Mëkatar, falës. Ai që bën shumë mëkate, falës i madh. Ai që ka kaluar në ekstrem mëkate dhe gjuna, falës i pamas. Ky pra është Zoti i gjithësisë. Pra nuk të ka lënë ty si njëri asnjë lloj hapësire që ti të humbësh shpresën. Çfarë jeti? Mëkatar pak, fal. Çfarë jeti? Mëkatar shumë, fal shumë. Çfarë jeti? E ke egzageruar gjuna dhe mëkate. Ai fal jashtëmase. Ky është Zoti i gjithësisë. Megjithatë hoc disa njerëz. E di pse më shoj kësaj pjese vëlla, sepse domethënë kemi një prirje nga të tjerët ose nga padia jonë si musliman që ta paraqesim Zotin sikur ai vetëm ditë dënoi, vetëm ai ditë çojë në xhenem, e njeriu duhet të rri me frikë. Jo, frika është pjesë e edukimit. Si tha, e ruan kopshtin, frika ruan kopshtin. Pra, është e ndjesia që ty të mban frika, për këtë arsye thon, frika ndaj Zotit është si freri që njeriu e mban.
por nuk do të thotë kjo që njeriu duhet të rri tani me frikë se kur do të vi dënimi nga qielli apo kur do të çahet toka. Megjithatë, hoxhë nderuar, disa njerëz kanë një problem në marrëdhënien e tyre me Zotin. Do të thonë, disa nuk i kërkojnë falje Zotit, pra e neglizhojnë kërkimin e faljes dhe pendimit se mendojnë që nuk bën gabime, ndërkohë që ato gjatë gjithë kohës bën gabime, që nga momenti që nuk falen, që nga momenti që nuk e besojnë Zotin siç duhet. Disa të tjerë kanë një marrëdhënie tjetër, sepse ato mendojnë që Zoti është si puna e atit shefit të një firme, po e quaj unë, dhe nuk pranon që njerëzit shkojnë drejt ke shefi, po duhet shkojnë ke një sekretar. Dhe për t'ju falë Zotit, pra që Zotit t'i fali këto, duhet shkojnë ke një njeri tjetër dhe nuk shkojnë drejt. A e pranon Islami këtë koncept? Absolutisht që jo, domethënë. Për këtë arsye ne im shumë fakte dhe thamë që ke të bësh direkt me Zotin e gjithësisë. Zoti nuk ka nevojë për obortar, Zoti nuk ka nevojë për ndërmjetës, Zoti nuk ka nevojë për zëdhënës të tij në tokë, nuk ka nevojë. Okej, janë profetët gjallë, komunikimin e kemi me profetin, konsultimin e kemi me profetin, a më falje i kërkohet Zotit. Pra nëse duke qenë profeti gjallë, nuk i thuhet profetit. Atëherë mbaroi historia. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Nëse ata kur bën gabimin, bëhet fjalë për rastin e të bukur, erdhën tek profeti dhe i kërkuan falje Allahut, dhe profeti i kërkoi falje Allahut, nuk tha dhe i fali profeti, ju rrëfyen profetit. Në Islam s'ekziston kjo gjë. Zotin do ta gjenin pa dyshim falës edhe pranues të pendimit. Pra profeti në këtë rast nuk bën të rolin e Zotit, të ka falë Zotin, hajde tjetër, jo. Zotit falt. Zotit falt. Përveç 3 personave që ishin sinqert. Rasti i Kabit në Malikit. Kur i vinte në një munafik, i thoshte, unë isha i smur, prandaj nuk dola. Zotit falt. Nuk i thoshte të ka falë Zoti. Të Zotit falt. Je i arsyetuar. Kur erdhën 3 sinqertë, çfarë tha? Ju prisni. Derisa Zoti thot diçka për ju. Edhe me të vërtetë erdhi urdhri i Zotit, tha këta bojkotojeni si njerëz, etj, historia Kabit në Malikit. Sepse kjo hoxhë e ruan dhe intimitetin e mëkatit, po e quaj unë. Pra, në momentin që një person ka bërë një mëkat, e di ai dhe Zoti pastaj ja fal. Ndërkohë që ky ja rafen dikujt tjetër ose kërkon që dikush tjetër të ndërmjetësojë midis tij dhe Zotit, atëherë ky fillon të shfaq mëkatet e veta dhe siç vjen dhe hadithi profetik që mëkatet e shfaqura jo vetëm që janë gabim për të shfaqur. Muafa ilal mujahirun, tha gjithë pasuesët mi Zoti ka për të afal gjunat, përveç se atyre që i shfaqin haptas. Pra, domethënë normalisht ne dalim në të njëjtin përfundim dhe në të njëjtën pikë që raporti i besimtarit është vetëm me Zotin, me krijuesin e tij, dhe nuk ka pse të futet dikush, kushdo qoftë ai, mes njeriu dhe Zotit. Kjo është. O të nderuar, domethënë pjesa e hadithit kur Allahu thotë nëse robi vjen me mëkate, domethënë që arrin kupën e qiellit. Dhe Zoti i fal ato nëse njeriu pra e ka vendosur si kusht që kërkoj falje. Kërkimi i faljeve si përcaktohet në Islam dhe a ka kushte? Është interesant shumë fakti se si Zoti i Madh këtu përmend kupën e qiellit, e ke parasysh, domethënë, ore, sikur të kesh bërë gjuna aq shumë, janë mbledh sipër njëra tjetrës se që kanë rrinë kupën e qiellit. Thotë, përderisa ti më kërkon falje, tani ç'është kërkimi i falje? A është thjesht thush o Zot më fal? Estagfirullah, apo duhet dhe diçka tjetër? Faktikisht estagfirullah o Zot më fal, kjo është le të themi një pjesë e shfaqjes. Po faktikisht përpara se të shkojmë tek estagfirullah, pra o Zot më fal, ne duhet që të ndjejmë keqardhje për atë që kemi bërë. Pra duhet të ndjehemi keq për atë që kemi bërë. Dhe kjo është gjysma e pendimit. E dyta, ne duhet që në momentin që e kemi bërë diçka, duhet të heqim dorë prej saj. Nuk mund të pendohesh tek Zoti ndërkohë që je duke bërë mëkat. E dyta. E treta, kur pendohesh ose kur thua Zot më fal, duhet ta vendosësh që s'da bësh më. Ktu los shejtani me njeriu. Sepse thotë, po ti mund ta bësh prap nesër, për shembull, pas nesër, ti e ke punën ta tillë, ti e ke profesionin ta tillë. Ne themi në momentin që pendohesh, ti duhet thush, pra duhet ta kesh në mend që s'ke për ta bërë më këtë gjë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe los shejtani këtu dhe thotë, po ti nesër prap ke përshku tek e njëjta punë ose ke të njëjtin profesion ose ke të njëjtin gjë. Lëre se çfarë mund të ndodhi nesër. Pse? Sepse ti mund të vdesësh sot. Të paktën je i penduar.
të paktën Zoti çka ka kalu, ta ka fal. Atëherë duhet pra e treta, e katërta duhet që të jetë para momentit se të vi vdekja, duhet të jetë para momentit se të lindi dielli nga perëndimi. Nëse ka të bëjë me njerëzit, duhet me marr hallalliku njerëzve ose me kthy hakun tek i Zoti. Nëse ne e bëjmë pendimin, pra nëse ne i realizojmë këto gjëra, do themi o Zot më fal, o Allah më fal, Zoti ka për të na fal. Sepse ne kemi një ajet kuranor që thotë Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Zoti nuk e thyn premtimin e dhënë. Dhe Zoti ka premtuar si në Kur'an, si në shumë hadithe, se nëse njeriu atij i kërkon falje, Allahu ka për ta falë. Madje, për gjërave të bukura që ka thënë profeti alayhis salam, thotë një formulë, le të themi kërkim falje, kush thotë Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Kush thotë i kërkoj falje Allahut të madhëruar, që nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç tij. Ai është i gjalli, i përhershëm, i mbajtësi i qiejve dhe i tokës, dhe tek ai pendohem, sa u bën 4 fraza, Zoti do t'ia falë mëkatet që ka bërë, edhe nëse është tërhequr nga fusha e betejës. Tërheqja nga fusha e betejës në Islam konsiderohet për mëkateve të mëdha që shkatrojnë të gjitha veprat e njeriu. Megjithatë, nëse njeriu pra perifrazon në kërkimin falje të Zotit këtë fjali të gjatë me këto 4 fraza, i kërkoj falje Allahut të madhëruar, që nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç tij. Ai është i gjalli, i përhershëm, dhe vetëm tek ai pendohem, Zoti ka për ta falë. Pra ne të mësohemi, dhe është gjë e bukur o vëllezër që na mëson ky hadith, është fakti që Zoti i Madh kërkon prej nesh që ne të flasim me të. Pra mos të jetë pendimi jon diçka që ne e mendojmë. Ky me veten e vet po pendon, kjo nuk është e saktë. Duhet deklaruar, duhet bërë deklarat. Pse? Deklarimi ka në vetvete përgjërimin, robërimin dhe pranimin. Thyerjen. Njëri që ka bërë mëkat nuk mund të jetë krye lart, nuk mund të jetë krenar, nuk mund të jetojë mirë derisa të pendohet. Dhe deklarimi në ç'kuptim? Të thush, o Zot më fal, pra ta thush, jo ta mendosh. Jo ta mendosh që e bëra gabimin me mendje, Zot më fal. Jo, duhet ta deklarosh, sepse deklarimi është i'tiraf, pra është një lloj, le të themi, pohimi i asaj që ke bërë dhe pranimi i asaj që ke bërë, dhe normalisht jep efektin e vet në rehabilitimin e njeriu, se fundit ja thash Zotit, o Zot më fal, ai ka premtuar që do të më falë dhe jeta vazhdon. Për këtë arsye njeriu i cili pendohet, i cili kthehet tek Zoti, i cili kërkon falje Zotit, nuk mund të jetë më i rënduar. Pra, le të themi pendimi ose kërkimi i faljes Zotit i jep njeriu të liri në jetë për të jetuar normalisht. Ndërsa njëri i cili nuk i kërkon falje Zotit, mëkati, gjunahet do ta marrin peng, do ta rëndojnë dhe do të ketë probleme në jetë. Do të japin ankth, strese, problematika, do t'i shfaqet diku. Dhe është vënë e hoc që pendimi ku njeriu pendohet, pra ndjen keqardhje për atë dhe kërkon falje Zotit, ai sikur të çlirohet nga ankthi, sikur të çlirohet pra nga ajo gjendja pesimiste po e quajmë. Pa edhe rëndesa, ora veta i mëkati, ai gjunahet man peng të rëndon, kur njeriu ja thot Zotit çlirohet me të vërtetë, pra nuk është metaforë, nuk është shprehje e thënë kështu, jo, është e vërtetë, sepse Zoti tha wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ti hodhëm mëkatet në tokë, o Muhammed, sepse ty të kishin rënduar shpinën tënde. Pra rëndesë e shpirtit. Për këtë arsye do të thonë, kur njeriu pendohet, del në një botë tjetër, e jo më pastaj pendimi të shoqërohet me 2 pika loti, ajo pastaj është mrekullia xheneti i kësaj bote. Hoxhë nderuar, kam një pyetje që i referohet më shumë atyre njerëzve të cilët kalojnë një lloj pesimizmi. Pra ai thot, masi bën një mëkat të caktuar, mendon që Zoti nuk do ta falë dhe mund të kalojnë në një ekstremizëm tjetër. Pra nga ky mëkat i thot do vras veten, siç janë për shembull gjinia femërore e përjeton këtë mbas një dështimi në një lidhje, ose dikush tjetër për shembull që ka humbur parat në bixhos të afërmit. Pra ndodh që njeriu që kalon një lloj pesimizmi. Ky hadith ose dhe ajetet kuranore sigur do ta mbushi njeriu me shpresë se të vazhdojë jetën, apo jo? Jeta vazhdon, jeta ka ulje dhe ngritjet e veta, përkundrazi kjo sprovë që ka ndodhur mund të jetë një shkak që ti të çelen dyert
e mëshirës Zotit dhe të afrohesh më shumë me Zotin gjithësisë. Sot isha me dikë mbas sabahut duke pirë një kafe le të themi, edhe po më thoshte kam kaluar sprova të mëdha, një vëlla besimtar. Mirë po thotë ke parti që ato sprova të mëdha, domethënë ky kishte humbur bashkëshorten e tij, dhe domethënë e kishte pikë në zemër këtë pjesë domethënë. Por ke parti tha që kjo u bë sebeb që unë të filloj të ngjoj, të lexoj, edhe është këtu ku është thot besimtar me 5 vakte të tjerë. Pra, jeta ka ato ulingritjet e veta, po ajo që neve na intereson është që shpirti jon të afrohet me Zotin dhe të lidhet me Zotin. Dhe ndoshta, në shumicën e rasteve, sprovat që na vinë prej Zotit, na vinë për të na krijuar neve shkëputjen dhe varësinë nga krijesat dhe lidhjen dhe varësinë vetëm me krijuesin. Allahu të shpëlbej sot. Amin, dhe ju gjithashtu. Të nderuar teleshikues, shkëputemi për pak minuta dhe i takohemi në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar teleshikues, kur i takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë, jemi në hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaja. Hoxhë nderuar, vazhdojmë te pjesa e hadithit, që nëse njeriu ka mëkate aq sa peshon toka dhe shkon tek Zoti pa i bërë shok, pa i bërë idhujtari atit, Allah do t'ia falë atit. Si e shpjegon domosdoshmë Islami këtë lloj situacioni të njeriu? Islami, qysh në fillimet e veta dhe në vazhdimsinë e tij, po edhe deri në fund të shpalljes, i ka mëshuar shumë faktit të njësimit të Zotit dhe largimit nga idhujtaria. Pra, feja, le të themi Kurani, urdhri i parë kuranor është adhuroni Zotin dhe mos shoqëroni atij idhuj. Në surën El-Bekare, faqja e 3 e Kuranit të themi. Vim në fund fare, ilahin nas, i adhuruari i vetëm meritor i njerëzimit, pra është Allahu. Pra fillon Kurani me adhurimin e Zotit një të vetëm dhe mbyllet me adhurimin e Zotit një të vetëm. Faqja e fundit e Kuranit është e gjitha, le të themi, njëshmëria e Zotit. Urdhëresa e parë në Kur'an thot la taj'alu lillahi andadan, mos i shoqëroni Allahut pra Zotit zota të tjerë, idhuj, rival, ortak, idole kështu me radhë. Shkojmë në fund të Kur'anit, fjala e fundit e Kur'anit thot lem yelidu wa lem yulad wa lem yakul lahu kufuwan ahad, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum a'budun. Pra, ju jo besimtar, nuk mund të jeni ju adhuruesi i Zotit përderisa jeni idhujtar. Dhe unë nuk mund të jem adhurues i idhujve tuaj derisa unë jam adhurues i Zotit, që do të thotë, domethënë Islami, monoteizmin e ka ose njësimin e Zotit, njëshmërinë e Zotit në veprat e Zotit, në veprat tona dhe në emrat dhe atributet e tij. Islami këtë pjesë e ka të panegociueshme, pra nuk mund të ketë negociata në tauhid. Për këtë arsye, këtu kur thot, o biri i Ademit, nëse ti më takon ditën e Kiametit dhe ke bërë gjunahe sa peshon bota, mirë po më takove pa më bërë shok, pa më bërë idhujtari, pra me besim të pastër, pra fjalën la ilaha illallah kur e ke thënë, e ke ruajtur të pastër, të sinqert dhe nuk e ke bërë pis me idhujtarizma, me paganizma, me besime supersticioze, me besytni, me falle, me llafe njerëzish, me trashëgimi popullore që trashëgohen bezmas brezi, atëherë, do të thonë ti je i mirë dhe je shumë i mirë dhe Zoti ka mundësi që të të fali. Po ka mundësi që të fali. Se e vetmja gjë që Zoti nuk e fal, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Zoti idhujtarin nuk e fal kurrë, çdo gjë tjetër mund ta falë, po mund ta falë. Po mund ta falë çdo gjë tjetër. Cili është profeti që ka bërë një deklaratë që Zoti nuk e fal pra idhujtarin? Isa alayhi salatu wassalam, pra Zoti përmend se ai i tha popullit të tij, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Kush i bën shok Zotit, pra kush bie në mëkatin e idhujtarisë, Zoti ja ka bërë të ndaluar përjetësisht xhenetin, ja ka bërë haram xhenetin. Për këtë arsye thon dietarët e Islamit, realizimi i tauhidit do të thotë adhurosh Zotin një vetëm dhe e dyta, mos t'i shoqërosh atij askënd dhe asgjë. Në momentin që njeriu del përpara Zotit me këto dy gjëra, ka mundësi që Zoti të ta fali, por edhe mund ta dënoj, po një ditë fundi i tij do të jetë xheneti. Ka një parim të bukur në Islam që thotë, xheneti parajsa është e ndaluar për jo besimtarët dhe xhehenemi është i ndaluar për besimtarët. Ose i ndaluar fare që s'futen fare në xhenem, po shkojnë direkt në xhenet, ose i ndaluar përjetësimi në therr pra në xhenem,
Pra besimtari edhe po se fali Zotin le të themi për shkak mëkateve apo nuk ka shërbyer jeta e tij për të pastruar apo varri i tij për të pastruar, mund të ketë ekstrem fare, Zoti më dhe mund ta fusin në ferr në xhenem për ta pastruar, por një ditë fundi i tij do të jetë xheneti, nuk ka dyshim, por mund të ndodhë edhe kjo, që thot në hadith. Unë ta jap ty fali dhe mëshirë. Pse? Është punë e Zotit, siç tha për shembull në hadith, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Zoti ma do të lejoj që të ndërmjetësoj njerëzit për njëri tjetrin. Zoti ma do të lejoj që të ndërmjetësojnë dëshmorët për njerëzit e tjerë. Zoti ma do të lejoj që profetët të ndërmjetësojnë për popujt e tyre, për pasuesit e tyre. Zoti ma do të lejoj profetin ton të ndërmjetësoj për ummetin e tij. Pastaj Zoti jep të drejtën me lajkeve që të ndërmjetësojnë për njerëzit në ditën e gjykimit. Ditën e Kiametit. Pastaj thot Zoti, ndërmjetësuan njerëzit, ndërmjetësuan dëshmorët, ndërmjetësuan profetët, ndërmjetësoi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndërmjetësuan me lajket, tha Zoti, tani do të ndërmjetësojnë për veten time. Dhe mëshira e Zotit e kalon hidhurimin e tij. Absolutisht të gjitha ndërmjetësimet që kanë kaluar përpara ndërmjetësimit të Zotit janë asgjë. Megjithatë, Hoxh, ju përmendet shumë bukur idhujtari. Idhujtaria erdhi në kohën e Nuhut alayhis salam, ku njerëzit, domethënë, filluan të adhuroshin njerëzit e mirë, njerëzit e vdekur. Pastaj idhujtaria shkon në kohën e Dexhalit, i cili, domethënë, nga i njeri, njerëzit prap do të adhurojnë si Zot. Në të dy këto cikle, që në fillim të hyrjes së idhujtarisë dhe në fundin e kësaj bote, pra afërsisht fundin në ndodhinë e Kiametit Dexhali, adhurohet njeriu. Dhe ju e përmendën shumë bukur që Isa alayhis salam e përmeni që idhujtarin Zoti nuk e fal. Ndërkohë që dhe ke Isa alayhis salam njerëzit adhurojnë njeriu. Atëherë, a duhet njeriu që të shmanget për këtij adhurimit njeriu ose adhurimit vetvetes, siç ishte edhe Firaoni, që adhuronte vetes, siç e kanë shumë prej ateistë, adhurojnë epshin e vet. A duhet njeriu të shmanget nga adhurimi i njeriu, nga adhurimi i krijesave dhe të adhurojë vetëm Zotin? Ky është synimi dhe ky është qëllimi dhe kjo është ajo që Islami, domethënë, mbjell tek çdo njeri që pranon Islamin. Për këtë arsye, si bëhet një njeri musliman? I thuat atij që duhet dëshmosh la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut, pra nuk ka Zot vërtet, nuk ka Zot që meriton të jetë Zot apo që të adhurohet si Zot në të vërtetë përveç Allahut. Se mund të ketë, mund të jetë njeriu diku, mund të jetë lopa diku, mund të jetë kodra diku, mund të jetë varri diku, mund të jetë tyrbja diku tjetër, mund të jetë diku tjetër. Kështu që mund të ketë, po të vërtetë dhe meritor s'ka përveç Allahut. Pjesa e dytë, Muhamedi është i dërguar i Allahut. As profetin Muhammed nuk lejohet me adhuru. As profetin, pse? Ai është rob i Zotit dhe i dërguar i tij. Pra ai ka qenë njeri. Thjesht Zoti e bekoi, e mrekulloi me ardhjen shpallje që i erdhi nga Zoti i gjithësisë, kështu që ai ka qenë i dërguar i Zotit, por nuk ka pas veti apo atributë hyjnore. Edhe profetët e tjerë, Isa alayhis salam apo Musa alayhis salam, nëse kanë bërë mrekulli, këto mrekulli nuk kanë bërë sa ata ishin të hynizuar apo ishin le të themi zgjatime të Zotit në tokë. Jo, më jo, i kanë bërë prej Zotit si mrekulli. Siç tha profeti alayhis salam, çdo profeti Allahu i ka dhënë mrekulli që njerëzit përballen si sfida me to dhe të besojnë, sepse nuk mund ndodhi kjo vetëm se nga dikush që ka dhunti që ja ka fal këtë mirësi dhe këtë begati i madh i Zot. Dhe mua Zoti më begatoi me mrekulli, por më madhështore që më ka dhënë Zoti është Kurani, dhe unë shpresoj që do të jem më së shumti i pasuar nga mbar njerëzimi. Kështu që mrekullia e profetit sallallahu ishte Kurani. Pra dua të them, domethënë, nëse profetët kanë bërë mrekulli, kanë bërë çuditëra, le të themi, i kanë bërë nga Zoti dhe nuk e kanë bërë sa ata ishin si më thënë zgjatimet e Zotit në tokë. Jo, më ata kanë qenë njerëz Zotit, kanë ngrënë, kanë pirë, kanë dalë në banjo kur kanë pas nevojë, kanë jetuar jetën e tyre normale, që tregon në fund fare dhe kanë ndruar jetë, siç kanë ndruar jetë të gjithë profetët e Zotit përveç Isait alayhis salam, cilin Zoti ngritin në qiell dhe do të zbresë para se të bëhet Kiameti. Kjo që ti the nga Nuhu deri tek Dexhali, njerëzimi ka kaluar val të idhujtarisë, gjë që tregon se nuk është e lehtë të shpëtosh nga dallgët dhe rrymat e idhujtarisë. Pra e gjen personin musliman, thot la ilaha illallah, e ka kap në rrym idhujtarie apo në rrym e çuditshme. Për shembull, le të themi, i thot vetes musliman nuk le mal pa shku. I thot vetes musliman nuk shko vend të shenjtë, në thonjza pa shku. Po zotni, pa e musliman. Ku ekziston këtë gjëra në Islam?
Po e ka marrë dallga, është rryma e tillë. Mos e bëj këtë se është keq. Po doli macja, po doli qeni, mos i prit thojt në darkët, mos i laj rrobat. Të gjitha këto janë besytni, pra dallgët e idhujtarisë e këtyre gjërave. Madje pejgamberi sa më tha, nuk do të bëhet kiameti pa u kthyer edhe një herë idhujt në gadishullin arabik, ashtu siç kanë qenë adhuruar në kohën që ishte pejgamberi sa më gjallë. Pra gjërat për këtë arsye, për ta mbyllur ndoshta se i kalon minutat, tha Zoti në Kur'an se Ibrahimi a.s. është lutur dhe ka thënë Rabbi xhnubni wa baniya an na'bud al-asnam. O Allah Zot, mbroj mu dhe fëmijët e mi, pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. Kupton? Pejgamberi i Zotit thoshte Zot mbroj. S'ka siguri kjo punë, këtë desha të them, do thonë që njeriu mund të bjerë nga momenti në moment në mëkatin e shirkut, për këtë arsye dhe është kushtuar rëndësi. Për këtë arsye tha, o birë Ademit, nëse më takon të s'm ke bërë shirk. Këtu shirku është dy llojesh, shirku i madh, atë që Zoti se fal kurr, po edhe shirku i vogël që është i rrezikshëm, që është syfaqësia, që është betimi në emrat e njerëzve, në kokat e njerëzve, në jetët e njerëzve, betimi në krijesa për këtë tokë, për këtë qiell, për këtë pikë uji, për këtë rrime, ku dijon, edhe këto faktikisht janë lloje shirku që janë të rënda nëse e takojmë Zotin me ditën e Kiametit. Të nderuar të shikues, emisionit të sotëm i erdhi fundi, ritakohemi sërish në emisionin e ardhshëm. Selam aleikum wa rahmatullah.